Flamingoja përshkon mijëra kilometra për të mbërritur aty ku ushqehet, pushon dhe ndërton folen. Dhe pavarësisht largësisë, çdo vit rikthehet në të njëjtin vend, në brigjet më gjepsëse të Nartës. Por në maj të këtij viti, qetësinë e lagunës e trazuan zhurmat e makinerive dhe buldozerëve. Ndaj edhe Flamingoja nisi një tjetër lloj shtegtimi. U zhvendos në rrugët e Tiranës. Në pankarta, grafite, skulptura, kostume, instalacione. Çdo mbrëmje ajo shfaqet në sheshin përballë kryeministrisë. Një simbol i lindur spontanisht nga një kauzë mjedisore, shumë shpejt u shndërrua në emblemën e një proteste që nxorri mijëra qytetarë në rrugë. Por pas flamingove të fryra, të vizatuara apo të ndërtuara me karton, nuk qëndron thjesht një figurë. Pas tyre janë 10 traduar, artist, aktivist dhe qytetar, që kanë zgjedhur ta shprehin kundërshtimin jo vetëm me zë, por edhe përmes artit. Ata janë grupi i flamingove. Dhe historia e tyre nisi pikërisht aty ku jeton edhe simboli i tyre, në Nartë. I kemi nisur nga një grup artistësh, e cila jemi angazhuar fillim në protestat fillimit për Nartën, që kur kemi dëgjuar projektin, e kemi nisur me një grafiti në rër që nga shkurti që bëjmë për sos po grabitemi, ku kemi ilustruar shumë specie të zonës. Më pas e kemi vazhduar grupin artistëve deri më sot, edhe ku i protesta bërë masive, kështu që nga grupi artistëve ka lindur shumë ide shumë bukura, që edhe kur ka lindur edhe flamingot, pelikanët edhe gjëra tjera kreative. Sigurisht kush ka ide. Fatma dhe Elsa Paja janë 2 motra, të dyja artiste dhe pjesë e grupit të flamingove. Që prej ditëve të para ato janë bërë pjesë e pandashme e protestës. Por për to protesta nuk mbaron kur mbyllet marshimi dhe sheshet boshatisen. Puna vazhdon edhe më pas. Ditët kalojnë mes ideve, materialeve, ngjyrave dhe punëve që duhet jenë gati për protestën e radhës. Një proces krijues që dal nga dal ka marrë formën e një angazhimi të përbashkët. Ajo që nisi si një grup njerëzish që mblidheshin për të krijuar pankarta dhe instalacione, me kalimin e ditëve u shndërrua në diçka më shumë, në një komunitet. Njerëz që mund të mos njiheshin më parë, por që sot takohen, krijojnë dhe punojnë krah për krah, të bashkuar nga e njëjta kauzë. Lodhësh, por ku je këtu me njëri tjetrin nuk e kupton fare se lodhesh, sepse domethënë ndoshta kjo është pjesa më e bukur e gjithë kësaj gjës që na ka bë bashkë, edhe ndoshta kjo është pjesa edhe më revolucionare, në sensin që secili ka ndryshuar diçka edhe thjesht ideja më bë komunitet, domethënë edhe me kriju gjëra të reja, domethënë kjo është pjesa më e bukur e gjithë protestës, pak edhe për mua. Arti i rrugës, memet, pankartat, flamingot apo edhe pelikani kaçurreli improvizuar u kthyen dal nga dal në gjuhën e kësaj proteste. Çdo mbrëmje në bulevard shfaqet një ide e re, një tjetër imazh, një tjetër pankart, një tjetër mënyrë për ta çuar mesazhin përtej fjalëve. Por ajo që në shesh duket si një shpërthim spontan kreativiteti, nis shumë më herët. Pas çdo pankarte dhe instalacioni ka orë pune. Ka ide që diskutohen, materiale që duhen gjetur, karton që priten, bojra që përzihen dhe 10 traduar që punojnë për ta kthyer një mendim në një simbol proteste. Është protestë intensive, duhet ta them këtë, për shkak se është protestë çdo ditë, por prap e shikoj që çdo kush është vullnetar në këtë pjesë edhe shikon si një përgjegjësi dhe detyrim për ta mbajtur protestën sa më fort edhe shty para protestën. Prandaj secili që vjen dhe kontribon këtu jep përveç një lodhjesh është një lloj kënaqësie sepse është diçka kontribut që ata i përfshihen në protestë më shumë. Kjo edhe këtë do të them që është përveç se nuk thjesht marrin pjesë në protestë, japin një lloj kontributi. Dhe kjo protestë ka treguar fare mirë këtë gjë. Qofsh me protestuesit e tjerë që shprehen me anë pankartave që janë jo vetëm pankarta, por janë shumë kreative, çdo ditë shikojmë pankarta kreative, po edhe me anën tjetër vizuale, qoftë këndi fëmijëve që shumë artistët apo edhe protestuesit shumë thjesht apo aktivistët shprehen në mënyrën e tyre në kontributin e tyre. Kur shtegi takoi të 2 artistet, i gjeti me duart e ngjyrosura nga bojrat e Peneli, po përfundonin përgatitjet për një tort prej betoni, të rrethuar me tela me gjemba dhe flamingo, e cila pak orë më vonë do të vendosej në shkallët e kryeministrisë në ditën e 62 të lindjes së Edi Ramës. Dhoma ishte kthyer në një hapësirë pune të improvizuar. Aty, bashkë me Fatmën dhe Elsën, punonin edhe 10 të tjerë. Por grupi i flamingove nuk ka një punishte të vetën. Hapësira ku krijojnë ndryshon her pas here, siç tregon Elsa. Ata zhvendosen nga një vend në tjetrin,
duke gjetur stre në hapësira sociale që kanë hapur dyert për ta dhe për punën e tyre. Kështu edhe vendi ku përgatitet protesta është gjithmonë në lëvizje. Në përgjithësi në qendra të ndryshme sociale që na ka suportuar protestën, për shembull tani jemi tek bunkeri, por shpesh ndjen në qendra të tjera që janë gjithkohës edhe janë suportuese protestës, njerëzit vinë protestë, kështu që domethënë dhe bua kësaj proteste se janë me dhjetra artistë, aktivistë, njerëz ndryshëm që e duan artin, e duan vendin dhe janë të punuar për vendin e tyre. Nga këto hapësira kanë dalë qindra figura që më pas kanë mbushur bulevardin e Tiranës, por kur nisën t'i krijonin, askush nuk e kishte parashikuar se Flamingoja do të bëhej fytyra e protestës, as që imazhi i saj do ta kalonte sheshin ku protestuesit mblidheshin çdo mbrëmje. Simboli u rrit bashkë me protestën. Sa më shumë flamingot shfaqeshin në pankarta, instalacione e kostume, aq më shumë identifikohej vetë protesta me to. Dhe pothuajse pa e kuptuar as ata që e krijuan, Flamingoja nisi një tjetër shtektim. Nga narta në Tiranë, nga bulevardi në rrjetet sociale dhe prej andej për te i kufinjve të Shqipërisë, deri në mediat ndërkombëtare. Është bërë virale, është një figurë shumë gjithëpërfshirëse, po edhe shumë e përkrahur nga shumica. Mund kenë lindur shumë spontanisht, shumë natyrshëm, sa që nuk e kemi kuptuar që ka ecur me këto hapa, duke qenë se edhe protesta është pak intensive. Por sigurisht që i ka dhënë protestës një frym shumë të re, sidomos edhe për media ndërkombëtare që kanë pasur një lloj interesi shumë të madh edhe për kauzën. Flamingot udhtojnë mijëra kilometra, kalojnë kufinje kontinente, por gjithmonë e gjejnë rrugën për t'u kthyer. Ndoshta, kjo është arsyeja pse Fatma e sheh historinë e tyre kaq të afërt me ato të shqiptarëve. Edhe Shqipëria i njeh mirë largimet. Shumë prej shqiptarëve kanë ndërtuar jetë larg, por pa e humbur lidhjen me vendin nga i cili u nisën, sepse ndonjëherë shtëpia nuk është aty ku jeton, por aty ku pavarësisht sa larg shkon, e di gjithmonë rrugën për t'u kthyer. Flamingo mbetet simboli i kësaj kauze, simboli i kësaj proteste dhe tregon atë të pastrën, shëndetshme, natyrën tonë të bukur, vendin tonë që duhet të jetë vendi ynë dhe na tregon një lloj mbrojtje dhe na tregon atë që është shtëpia jonë. Flamingot janë shpend mërgjimtar, sidomos shumica shqiptarëve janë mërgjimtar, po prap e shikojnë vendin e tyre si shtëpinë e tyre. Dhe është një simbol shumë i bukur që lidh shumë me shqiptarët, por sidomos edhe me protestën. Kështu një shpend që fillimisht u përdor për të kundërshtuar ndërhyrjet në një zonë të mbrojtur, mori gradualisht një kuptim më të gjerë. Flamingoja nisi të përfaqësonte jo vetëm nartën, por idenë e një vendi që duhet mbrojtur nga ata që e konsiderojnë shtëpinë e tyre, pavarësisht nëse jetojnë brenda apo jashtë Shqipërisë. Për grupin e flamingove, kjo është edhe arsyeja pse arti nuk qëndron jashtë politikës. Një vizatim apo një pankart mund të përcjellë një qëndrim, po aq të qartë sa një fjalim. Arti gjithmonë është politike, sidomos këto ditë është politike, sepse një po punojmë me njëri tjetrin që një farë forme vetëm ideja me bashkëpunim me njëri tjetër është ka diçka politike, por pastaj edhe me përdor për formë për rezistencë, domethënë, kështu që patjetër. Për Elsën dhe Fatmon, ajo që ka lindur nga kjo protestë nuk matet vetëm me pankartat apo instalacionet që kanë dalë prej duarve të tyre. Një pjesë po aq e rëndësishme është ajo që është krijuar mes njerëzve, artistë, aktivistë dhe qytetarë që dikur nuk njihen, sot ndajnë ide, punë dhe përgjegjësi. Një rrjet marrëdhënies që vazhdon të jetojë edhe pasi pankartat ulen, dritat e sheshit fiken dhe protesta e mbrëmjes përfundon. Flamingo ka bërë, domethënë fryma e Flamingo, vibe që Flamingo t'jep ka bërë bashkë shumë njerëz që janë fusha profesione të ndryshme që sërish pavarësisht se nuk njihemi njëri tjetrin, bashkë veprojmë së bashku, ashtu siç dhe flamingot vetë si tufa gjithmonë rrinë së bashku. Në nart, flamingot lëvizin në koloni. Në Tiranë, imazhi i tyre bëri bashkë njerëz që vetëm pak muaj më parë mund të mos e njihnin njëri tjetrin. Ndoshta, ky është edhe udhtimi i vërtet i flamingos, jo vetëm nga një lagun në një shesh, por nga një simbol në një komunitet. Njerëz që u bashkuan rreth një kauze dhe që përmes artit gjetën një mënyrë për ta bërë zërin e tyre të dukshëm. Nga narta në Tiranë, Flamingoja mbetet kujtesa e një vendi që nuk është thjesht hapësira ku jetojmë, por diçka që zgjedhim ta mbrojmë. Për grupin e flamingove, kjo zgjedhje ka marrë formën e artit dhe shtektimi vazhdon.